Ne si Gjykatë Supreme në atë kohë e kemi konstatu që të dy gjykatat kanë shkelje. Për çfarë natyre jemi të folë të veprave? Ka pas, kryesisht kanë qenë vepra të korrupsionit, kryesisht. Unë muj me folë si ish gjyqtare, nga ai niveli më i lartë ku kom qenë, në 16 vjetë e fundit kom qenë në Gjykatën Supreme, ku të na kanë ardhur landë e përfundume, pra ku janë kry të gjitha procedurat paraprakisht dhe të ne vjen vetëm në Gjykatë Supreme vinë me mjetet të jashtëzakonshme juridike ku Gjykata Supreme i shqyrton vetëm ato që është në kërkesë, sepse zdi publiku nuk e din, po Gjykata Supreme me kompetencën që e ka tash sipas kodit penal nuk mundet me shqyrtu gjendjen prej fillimit, po vetëm atë në çka referohet ai i cili e ka paraqit kërkesën. Dhe vetëm në ato raste gjykata mundet me vepru. Supremja, po komenti jot në përgjithësi për rastet e korrupsionit? Komenti jam në përgjithësi për rastet e korrupsionit, tash ndoshta nuk duket shumë bukur, po nuk është që edhe aktakuzat kanë qenë shumë forta. Sepse gjykata, mos harroni, gjykata punon në bazë të fakteve. Gjykata nuk bën hetime. Gjykata i ka fakte të cilat ja paraqesin palët. Palët në këtë rast janë i akuzumi dhe prokuroria. Dhe gjykata i vlerëson të gjitha ato që ka ja paraqesin palët. A ke raste që ke pa, kur prokuroria e ka bo punën mirë, po gjykata i ka qesit? Ka pas raste dhe ne kemi konstatu disa shkelje të tilla. Gjykatë Supreme ke konstatu? Po, në Gjykatë Supreme i kemi konstatu, ato janë publike, dihen, para shumë viteve kanë ndodhur, ku ne i kemi konstatu shkeljet në raste të tilla, edhe në disa raste të tilla. S'po na vyn me emra, po çfarë natyre ka qenë vendimi i gjykatës përgjithësi gabim? Çfarë trika kanë përdorur? Për me i liru. Që nuk ka pas faktet të mjaftueshme dhe që nuk është provu se dikush e ka... Derisa për Supremen ka pas faktet mjaftueshme. Ka pas faktet mjaftueshme dhe ne si Gjykatë Supreme në atë kohë e kemi konstatu që të dy gjykatat kanë shkelje. Për çfarë natyre jemi të folë të veprave? Ka pas... Kryesisht kanë qenë vepra të korrupsionit. Kryesisht kanë qenë vepra të... Nuk është që ka qenë tash nuk mundemi me thonë që ka korrupsion të vogël apo të madh, por nuk kanë qenë profile të larta, të them, të personave të cilët kanë qenë të akuzuar. Mirë po, e kemi konstatu që ka pas disa shkelje dhe që o shkel ligji penal në favor të akuzumve.